Vazhdojmë me një pyetje tjetër, na shkruan Astriti dhe thotë hoxhë nderuar, a lejohet që femra të mbajë unazën gjatë ecjes në rrugë? Kjo çështje ndërlidhet me atë se çfarë i lejohet vajzës apo femrës të ekspozojë gjatë domthonë në rrugë, dhe kjo është domthonë temë shtjellimit e ulemat në përgjithësi, dhe kemi thënë se mendimi i përzgjedhur në këtë është se femra obligohet do thotë ta mbulojë tërë trupin në rrugë përveç fytyrës dhe duarve. Këto do thotë i lejohet do thotë të del do thotë duke qenë të zbuluara. Dhe ky është mendim do thotë i përzgjedhur nga disa dietar. Në këtë kontekst, nëse femra mban një unaz apo nuk janë unaza shumë ekstravagante në kuptimin që tërheqin do thotë kalimtarët, atëherë inshallah nuk ka gjë të keqe. Mirë, po duhet kemi kujdes do thotë që bartja e këtyre do thotë zbukurimeve, nëse janë shumë ekstravagante dhe tërheqin do thotë kalimtarët në rrugë, që mund të jenë do thotë unaza shumë të mëdha e kështu me radhë, atëherë e drejta është që ato të largohen apo të mos përmbahen. Zoti i di më së miri. Vazhdojmë